energjisë elektrike u shtyp deri në datën 28 shkurt, shumë qytetarë kanë zgjedhur pikërisht ditët e fundit për të bërë pagesat. Në qytetin e Korçës është dashur ndërhyrja e policisë për të normalizuar situatën, pasi qindra banorë të ardhur edhe nga fshatrat kanë krijuar radhë të gjata. Edhe në qytetin e Burrelit situata është e njëjtë. Megjithëse kanë patur 3 muaj afat, shumë nga qytetarët kanë pritur ditët e fundit të shkurtit për të lidhur kontratën. Për lidhje kontratën, po ka 3 orë këto s'punohet, megjithëse këto s'kishte qenë problem duket për lekë se s'ka populli, po s'ka sportele. Nuk japim hall asnjë gjë, shef në veti, ç'a bëhet tu. Ndërkohë burime zyrtare nga Drejtoria Rajonale OSHE-s Burrel thanë për Vision Plus se deri tani në total janë lidhur 18.593 kontrata. Radhë të gjata janë shfaqur edhe në Fier, Kruj, Ballë, Lezhë, Vlorë. Në të gjithë vendin zyrat e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike po përballen me fluksin e lartë të debitorëve.